Pajtimi i gjallëve është veç një përgatitje për luftë. Pajtimi i gjallëve është një përgatitje, një mobilizim i përgatitjes. A dina ka ndodhur përpara në historikë? Po, apo është për herë parë? Ja, ka ndodhur në të kohën për shembull pajtimin e gjallëve ka bo edhe Mullaj Lazi, Ilas Pahiu, Hoxha e Brojës, vllai babgjyshit tem, para se me shku me mbrojt Noj Pazarin. Lidhja e dytë e Prizrenit kështë pas organizu pajtim gjallëve gjatë luftës dytë botënore. Po edhe lidhjen e Prizrenit parë, 1878 kështë pas organizim pajtimit gjallëve. Sepse kjo ka qenë, domethënë, kur shqiptarët tash i kthehen nacionalizmit burimor, domethënë, i kthehen pajtimi gjallëve veç ka sjell në rikujtet këto memorien kolektive historike, lidhjen e parë të Prizrenit, lidhjen e dytë të Prizrenit, luftën për mbrojtjen e Noj Pazarit. Edhe LDK-ja tani është një farë disa prej themeluesve e konsiderojnë si vazhdimsi të lidhjes Prizrenit, po ata quhet lidhje. Emri quhet lidhje pikërisht për shkak të asaj.